Janë bërë 5 ditë kur gjykata kushtetuese i dha kuvendit afat prej 34 ditësh për zgjedhjen e presidentit të ri. Mirë po që nga 25 marsi, kryeministri i vendit Albin Kurti nuk ka lëvizur asgjë në këtë drejtim. Kurti tha të hënën se nuk kishte kohë të mjaftueshme për konsultime të brendshme lidhur me takimet të ardhshme me opozitën. Do të bëj ftesa për takime për kryetarët e partive opozitare në mënyrë që të shohim se cilat janë rrugët ashtu që të arrijm numrin prej së paku 80 deputetëve. Shefi ekzekutivi tha se çështja e postit të presidentit është urgjente, por sipas tij është e rëndësishme që të kryhet me sukses. Ne e marrim me seriozitetin më të lartë institucional e politik në bazë të gjykimit të gjykatës kushtetuese. Nëse nuk jam gabim, kemi kohë deri me datën 28 prill. Ndërkaq kryetaria e kuvendit Albolena Haxhiu ka deklaruar se seanca për zgjedhjen e presidentit do të vazhdojë sapo të plotësohen kushtet. Është shumë e rëndësishme që vendit mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse kemi humbur shumë dhe kemi shumë punë për të bërë. Ndërkohë nga Lidhja Demokratike e Kosovës thanë se nëse vetëvendosjes si mungon vullneti për një marrëveshje, kjo parti është e gatshme për zgjedhje të reja. Prandaj nëse vullneti i tyre është që të ketë një zgjidhje, do të kemi. Nëse jo, Kosovës i mbetet të shkohet drejt zgjedhjeve, për çka LDK-ja është e gatshme. Shefi i grupit parlamentar të AK-s Besnik Tahiri tha se nuk është diskutuar çështja e presidentit, duke shtuar se nëse ftohen në takim sa për syefaqe, nuk do të marrin pjesë. Prapë do ndodhin, njëjta, prapë po shkon avazi, njëjta. Krejt vajtojnë e bërtasin ku qysh me zërë presidentin, as ne vend për shumicës, as ne zosi një vendnisit, as që dhe disë pa nuk i këmështë. Analisti politik Albinot Maluku thot se kjo situatë politike është duke na dërguar drejt zgjedhjeve. Nga një rrjedhë logjike, subjekti më i madh politike ka përgjegjësinë se ka shumicën e votës. Dhe për rrjedhoj unë më shumë shoh vullnet dhe pasion nga subjekti më i madh politik dhe nga kreu i saj zotni Kurti që kemi proces zgjedhor se sa zgjedhjet shefi i shtetit. Presidenti i Kosovës zgjidhet nga kuvendi përmes 3 rondave votimi që kërkojnë korum dhe shumicë të caktuar, duke bërë procesin kryesisht të varur nga rritja e kompromisit politik ndërmjet partive. Nëse ky proces dështon brenda afateve të përcaktuara me kushtetut, vendi shkon në zgjedhje.